kur ka vdek njani prej munafikave, prej dy ftyrëshave më të mëdhaj në kohët Rasulit alayhi salam, Abdullah ibn Ubay ibn Selul, ky kanë munafik i njohën të sahabët. Krejt e kanë ditë që është munafik. Ka ardhë djali tina, e djali tina u kanë musliman i mirë. Ka ardhë djali tina e ka thënë Rasulullah, apo me pëteshën tane me shtin dhej me ta, me mbulu me ta. E Rasulullah alayhi salam ja ka dhanë. E Omer radiallahu anhu i ka thonë, mos jep Rasulullah, munafik, dëftësh, pse po jep? E Rasulullah alayhi salam ja ka dhanë. Mi po tani djali tina ka ardha pet, edhe ka thonë ja Rasulullah, po du që ti mi a falë saleh gjenazës, namazën e gjenazës. A Rasulullah alayhi salam ka pranu. E Omer radiallahu anhu i ka thonë, mos ja falë Rasulullah alayhi salam, munafik, mos ja falë. Ka thonë Muhammed alayhi salam, papi ja fali. I ka thonë Omer radiallahu anhu, i ka thonë, anu të kandalua Allahu azza mi a falë saleh. Për shkak se Allahu azza wa jalla i ka thonë Muhammedit alayhi salam, istaghfir lahum, kërko falje për ta, au la tastaghfir lahum, ose mos kërko falje për ta. Njëjt, edhe nëse kërkon falje për ta 70 herë, nuk ja falë Allahu azza wa jalla. Kjo është ajeti. Tani ka thonë Muhammedi alayhi salam, nuk më ka ndalu, më ka lanë me përzgjedh, kërko ose mos kërko, njëjt është për ta. A më në pja fali, ka thonë Muhammedi alayhi salam, wallahi, edhe si kur të di që nëse kërkoj falje ma shumë se 70 herë për ta, do të kisha kërku falje ma shumë se 70 herë për mi a falë Allahu azza wa jall. Tani ja ka falë Muhammedi alayhi salam salah gjenazës, edhe pse kanë ditë që është munafik, krejtë kanë ditë. E ja ka falë Muhammedi alayhi salam prej rahmetit tina në njerëzve. Tani ka zbrit Allahu azza wa jall, pas kësajna ka zbrit Allahu azza wa jall fjalën e tij, ka thonë Muhammedit alayhi salam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Pas kësajna mos ja fal munafikau salat gjenazës kur. Nëse vdesin qafirat e munafikat, mos ja fal namazin e gjenazës. Thot Allahu azza wa jall, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E kështu Muhammed alayhi salam, nuk të hina dërgu të tjetërve se rahmet për njerëzit.